Në gropat e Selsës, aty ku historia duket sikur ka mbetur e gdhendur në gur, u përkujtua një nga betejat më të përgjakshme të Kelmendit dhe të kryengritjes së Malësisë së Madhe të vitit 1911. Bëhet fjalë për betejën e Sukës së Mkushit, të zhvilluar më 25 prill 1911, kur forcat osmane në përpjekje për të nënshtruar Malësinë u përballën me qendresën e vendosur të malësorëve. Malësorët kanë dhënë një kontribut të çmuar në këtë drejtim duke sensibilizuar problematikën e shqiptarëve se kufit nuk duhet vendosin aty ku ka vendosur Berlini, por duhet të jenë më natyror, pra këto treva të ruhen. Dhe në këtë aspekt atëherë në zhvillu dhe këto betejat në Malësitë të Madhe, që nga koha e Turgut Pashës 1910 dhe këto që u zhvillu në 1911 dhe ngritja e flamurit në Deqiq që ba me 6 prill. Në kuadër të fushatës ushtarake të perandorisë osmane kundër Malësisë së Madhe, ushtria osmane mbështetur edhe nga artilleria sulmoi pozicione strategjike të Kelmendit. Në Sukën e Mkushit, rreth 1000 luftëtar kelmendas, nën kryeparin e Lutz Margjeloshit, u përballën me një forcë shumë të madhe armike. Kujtojmë luftarët e Ardheut. Kalojnë 100 vjetë që këta kanë luftuar në këto male këto, kundra turkut. Me mbrojtë të Ardhen, Fen, Nerën e Burnin, kanë trima këta njerëz që luftuan. Për më shumë se 6 orë, kreshta u shndërrua në një fushë beteje. Burimet historike dëshmojnë për humbje të mëdha të forcave osmane me mbi 150 ushtarë të vrarë të plagosur. Edhe pse topi ra, qendresa e malësorëve mbeti një simbol i trimërisë dhe sakrificës për liri. Veçanërisht e lavdishme ishte qendresa e Selianëve, shumë prej të cilëve dhanë jetën në mbrojtje të trojeve të tyre. Sot më shumë se një shekull më vonë, emrat e tyre u rikthyen në kujtesën e brezave. Në memorial janë evidentuar dëshmorët e Kelmendit: Prek Margërudi, Nik Marashujka, Mirash Shyta Bujaj, Gjek Prektinaj, Zek Prektinaj, Voc Gjoni, Bajraktari nga Fisi Plumaj, Pjetër Gjon Rapuka, Kolec Luku, Gjon Marashkeku, Dak Nik Bogjani, Kol Toma dhe Kol Lekbori, i cili ra dëshmor në vitin 1912 në Breg të Matës. Këto lloj lapidare shahet e dukshme konkrete për brazët të ri për të kuptuar se këtu ka ndodhur një ngjarje e fuqishme, ngjarje historike, një ngjarje me vlerë, të cilët janë viktimizuar shqiptarët për të mirën tonë të përbashkët, pra si kombë edhe si shtet. Është dashur një punë e madhe në mbledhjen e fakteve historike dhe të dhënave mbi heronjt e emrat e të cilëve u gdhendën në këtë memorial. Për mua ishte një privilegj dhe një përgjegjësi e madhe që të mund të bashkoja sa më shumë informacione dhe nga ana tjetër të arrinim të merrnim edhe dëshmitë si dëshmorët e Ardheut, të cilat ishin shpallur disa vite më parë. Prezenca e tyre këtu dhe ky memorial mendoj se ka një domethënie shumë të madhe për sa i përket të organizimit të kryengritjes së Malësisë së Madhe. Ky kontribut është një, sidomos ky lapidar, është një dëshmi e gjallë e atij kontributi dhe qendrese heroike që kanë pas malësorët e Kelmenit e jo vetëm në kryengritjen e Malësisë, për t'i dhënë një ultimatum perandorisë turke dhe ushtrisë turke gjithashtu, në mënyrë që këto shkrepa, këto male, këto bjeshk të Kelmenit të mos shkelen dhe të mos mahen në zotërimin e ushtrisë turke dhe njëkohësisht përqafojnë atë liri shumë të dëshiruar për 500 vjet në troje shqiptare. Në kuadrin e glorifikimit të figurës së herojt ton, organizata jonë, në bashkëpunim me zotin Gjergj Tinaj, bëri të mundur këtë vepër monumentale, kulturore, sot historike. Jemi krenar dhe obligator ndaj veprës së atyre që japin jetën për Ardheun. Memoriali vendosur buzë rrugës në gropat e Selsës është një tjetër dëshmi se historia e Malësisë nuk duhet të mbetet vetëm në libra. Shumë luftra dhe përpjekje të popullit shqiptar në shekuj për mbrojtjen e trojeve nuk janë pasqyruar realisht nga historiografia dhe gjej rastin këtu që t'i bëj thirrje historianëve që merren me studimet historike që të vinë në Malësinë e Madhe, të vinë në krahinën e shquar të Kelmendit, ku ka patur shumë luftra, ku ka patur shumë heronj, që të vinë të mbledhin fakte
nga gojëllënat, nga arkivat dhe t'i pasqyrojnë këto në tekstet e historisë me qëllimin human që fëmijët tanë të mësojnë historinë e vërtet dhe mos ngelet asnjë dëshmorja dheut pa u vlerësuar dhe pa ngelur në memorien historike të Malësisë dhe gjithë Shqipërisë. Memoriali është ngritur fal kontributit të familjes Tinaj, konkretisht të avokatit Ervin Tinaj, emigrant në Michigan në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, i cili u largua nga vendlindja Vermoshi që në moshën 8 vjeçare, por që pavarësisht largësisë nuk e harroi vendin origjinës. Ervin Tinaj ka merita të mëdha për këtë punë që e çoi hava. Kohë gjatë ku përmenden ta njerëz. Po kënë luftarët e dheut marrë këta, ta qirun e mbrojtën këto mola në fillim. E kanë mbrojt, me gjatë ta janë kënë agjat e babës tem. Janë tonë të shemë pësa, kanë bashkë kanë me. Prenja i shpi, dy vlazën, kanë kënë kajsete sa vjeqa. 4 prej familjes tonë kanë kënë gjyshat agjat tonë që janë kënë. 2 metën, një plagos, një pështuën. Tonë kanë dekë, ka ikën, se s'mojnë gjithmonë njërzit. Pra sot, Ervin Tinaj, me njerë e me vlerë e me mund ti se ka shkollën, ka studiua, ka marru universitetin, e ka marru shkollën e avokatisë, e ka marru tëna, ka këtu me e qua këtë punën dritë. Am lidhë tanë këtë popullë se tjeton, veç me i përkujtua, mos me i harru këta njerës. Avokati i nderuar Tinaj, i cili edhe pse i rritur dhe larg Shqipërisë në diasporë, asnjëherë nuk e harroi vendindjen, asnjëherë nuk e harroi malësinë e madhe, asnjëherë nuk e harroi Kelmenin dhe unë e falenderoj shumë për këtë investim të jashtëzakonshëm historik ku i ka kushtuar këtë përmendore luftës apo betejës së Mkushit të pridhit 1911 ku burrat dhe trimat e kësaj treve të malësisë madhe luftuan kundër pushtuesit turk për trojet e tyre duke qenë si dallandyshja e parë e kryengritjeve të Shqipërisë për liri dhe pavarësi që quan tek shpallja e pavarësisë 1912 në Vlorë. Shpresoj shumë që kjo të jetë një shembull edhe për të tjerët malësorë të cilët të nxjerrin në pa vlerat historike të malësisë madhe dhe popullit shqiptar. Në ceremoninë përkujtimore morën pjesë banor të zonës, profesor Marki Junçaj nga Tuzi, historiani dhe patrioti Ali Daci nga Rozhaja, shkrimtari Recep Dedusha nga Plava dhe Gucia, profesore dhe historiania Elena Kocaqi, profesor doktor Anton Lajçaj dhe pasardhësi prej Kcalit, deputeti Bujar Rexha, administratorja e Kelmendit Florida Peraj e të tjerë. Vërtet është një vepër jashtëzakonisht e bukur për të kujtuar të kaluarën e këtij vendit. Dihet se Malësia e Madhe në përgjithësi dhe Kelmendi në veçanti ka vojt nga anëmiq të ndryshëm dhe është më tepër se nevojshme për ne të rikujtojmë sakrificën e tyre, të rikujtojnë jetën e dhënë për këtë troje. Unë vërtet duhet të falenderoj familjen e Gjergjfranit Tinaj për këtë kontribut. Kjo është një vepër e cila na kthen në histori për të kujtuar të gjithë ata që lanë jetën për këtë vend. Pranë memorialit është ndërtuar edhe një çezm. Kështu udhëtari që kalon në këto anë jo vetëm mund të freskohet, por edhe të ndalet për pak qaste për të njohur historinë atyre që ranë për lirinë, sepse historia nuk jeton vetëm në dokumente. Ajo jeton në emra, në gur, në kujtesën e familjeve dhe në rrugët ku kalojnë brezat. Dhe kreshta e Sukës së Mkushit, e përgjakur më 25 prill 1911, vazhdon të dëshmojë për trimërinë e malësorëve që zgjodhen të luftojnë për liri edhe përballë një armiku shumë më të madh. Fatkeqësisht këtu ky vend po shatiset, për çka nuk është diçka e mirë për ne. Besoj se do kthehen në një tarme jo të largët, një pjesë nga këta banor, sepse dikush ka dhënë jetën për këtë vend dhe ne nuk duhet asnjëherë ta shkelim mbi gjakun e të parëve tonë. Pra, me të vërtetë është një kënaqësi jashtëzakonisht e madhe dhe është një falënderim tejmase i familjes së Gjergjfranit Tinaj për këtë kontribut. Dhe në veçanti duhet ta përshëndes edhe mikun tim, avokatin e minjoren Ervin Tinaj për këtë angazhim jashtëzakonisht të madh. Dhe mendoj që kjo do t'i shërbej historisë dhe të gjithë ata njerëz të cilët kalojnë kësaj rruge të dinë se çfarë ka ndodhur ndër vite dhe sa e madhe ka qenë sakrifica për të mbrojtur këtë troje këtu ku jemi ne.
nderuara zonja, të nderuar zotërinj, të nderuar përfaqësues të institucioneve, studiues, veprimtar, përfaqësues të shoqatave dhe mediave, bi e bia, miq e dashamirë të historisë dhe të kulturës son kombëtare. Mirë se ju ka pru Zoti në gropat e Selcës. Sot nuk jemi mbledhur thjesht për të zbuluar një gur. Jemi mbledhur në një vend ku guri ruan kujtesë, mali ka jehon dhe toka histori. Dhe le ta hapim këtë manifestim me himnin kombëtar ashtu siç ka hije shqiptarëve. Zotin Ervin Tinaj të ngrej flamurin të Valvitet këtu në Selcë. Ftoj, Gjergj Tinaj dhe Do Tinaj të presin shiritin. Jemi mbledhur këtu në zemër të Kelmendit, aty ku natyra duket sikur është blendur me dorën e Zotit dhe ku çdo shteg, çdo shkëm e çdo i var i ruan gjurmët e brezave që kanë jetuar, kanë luftuar dhe kanë sakrifikuar për këtë vend. Selca është e bukur jo vetëm për malet e saj krenare dhe për madhështinë e natyres. Selca është e bukur sepse në këtë tokë ka lindur trimëria, besa, mikpritja dhe dashuria për atë dheun. Këtu, me 25 prill 1911, bijtë e Kelmendit u përballën për më shumë se 6 orë moshtrinë osmane të Ethem Pashës. Ishte një përballje pa barabartë në numër e në mjete, por jo në zemër. Sepse në këto male, ku mbrohet toka e të parve, nderi i familjes dhe liria e vendit, shqiptari nuk e mat forcën me numër, por me zemër, me besë, me qëndresë dhe me gatishmëri për të dhënë edhe jetën. Për të na kujtuar se kujtesa një populli nuk vdes për aq kohë sa është dikush që e këndon. Për të hapur këtë ceremoni me zaburi dhe me traditën e moshme të maleve tona, kam nderin të ftoj Luviç Gjerkaj me një këngë Maja Krahu. Ta mirëpresim. Lavdia ty dhe bura që lam jetën për këtë tokë. Të nderuar të pranishëm, kjo përkujtimore ngrihet në tokën e Selcës, në zemër të Kelmendit. Prandaj fjala e parë përshëndetëse i takon përfaqësueses së administratës vendore, e cila sot na mirëpret në këtë vend historik. Të kujtojmë për mos harruar dhe të nderojmë gjakun e derdhur të majsuarve trima, është obligimi i gjithëve, sepse ishin ata që me një qëndresë të pashoqe e mbrojtën Kelmenin.
Suka e Mkushit dhe data 25 prill janë dëshmi e gjallë e asaj qëndrese heroike të ngritjes së malësisë së vitit 1911. Malësorët e Selcës së Kelmenit të mobilizuar, burra e gra, u përballën me heroizëm me armikun ku shkaktuan humje të mëdha. Atë ditë ushtria e komanduar nga Ethem Pasha u gjonizuar nga malësorët e Kelmenit. Ky memorial dhe kjo përkujtimore është shembulli më i mirë që u lihet brezave si dëshmi e qëndresës heroike të malësorëve të Kelmenit. Pranaj këtu gjej rastin me falënderu në zemër familjen e Gjergjtins dhe në veçanti Gjergjin bashkë me djalin e vet Mervinin për këtë vepër të çmuar historike në ndër të betejës së përgjakshme të Sukës së Mkushit. Veprat të tilla ushtoshin. Faleminderit për kontributin që jepni në Kelmen dhe jeni gjithmonë krah vëllezër e motra tuaj në Balcik Mall. Faleminderit shumë. Historia nuk ka vlerë vetëm kur ne e dim, ka vlerë kur prej saj mësojmë. E për të na folur mbi rëndësinë historike dhe kombëtare të kësaj beteje, kam nderin të ftoj profesor doktor Mark Junçaj. Profesor, fjala për ju. Me përbërimin që po i bëhet sot monumentit kushtuar betejës së Mkushit, ngjarjen e fjalë si elladhetarët që u fliuan atë ditë po përjetësohen, andaj shfrytëzoj rastin t'u them, u lumt sepse atë dashësit meritojnë që mos të harrohen kurrë. Unë këtu pak do flas më shumë, do thot pak edhe për historinë e Kelmendit, ashtu që e kam titulluar Kelmendi, vatër dhe dashurie. Kelmendi bën pjesë, siç e dimë gjithë, në mesin e fisëve më të rëndësishme, jo vetëm të malësisë së madhe, por edhe të Shqipërisë veriore. Këto luftime hynë në historinë kombëtare, andaj të gjitha kemi të njohur edhe fitone e shkëlqyer kundër ushtrisë, për shembull Zvuço Pashës, ku dallua edhe u bë pa vdekshëm emrinores. Në vitin 1649, kelmendasit u dalluan edhe në luftimet e ndryshme që u bën gjatë luftës së Kandisë, sidomos gjatë luftës për kështjellën e Medunit. Pastaj, kelmendasit treguan një heroizëm të lartë në luftimet e fund shekullit 17, sa që Perandoria Osmane vendosi të shvendos këtë fisë nga malësia e madhe, dhe ta përcjell në zonat e Peshterit. Megjithatë, një pjesë e mirë mbeti në vatrat e veta shekullore dhe vazhdoi qëndresën heroike për ruajtjen e mevendësisë dhe identitetit kombëtar. Njëra nga ngjarjet me të cilat krenohet çdo malësor. Padyshim se është kryengritja e vitit 1911, me çrast malësorët treguan atë dhe dashurinë e tyre, duke ngritur me 6 prill vitit 1911 edhe flamurin e Gjergj Kastriotit në vratil të Dërshicit. Që nga fillimi i kryengritjes, edhe Kelmendi së bashku me fiset e tjera të malësisë së madhe, u ngrit kundër Perandorisë Osmane. Me 7 prill, ushtria osmane në komandën e Ethem Pashës tentoi që përmes guxisë të hyjë në Kelmend, por u thye dhe u detyruat të tërhiqet mbrapa. Diçka e ngjashme do të ndodhi edhe disa ditë më vonë, konkretisht me 16 dhe 18 prill. Pas këtyre beteja vjen deri tek beteja Kyçe, për të cilën jemi mbledhur edhe sot që ta përkujtojmë. Dhe kështu me 25 prill pra, vitit 1911, nizamet dërmorën një sulm kundër Kelmendit. Ushtria osmane përbehej nga 8 tabore, të udhëhequr nga komandanti i guxisë Ethem Pasha, i cili sulmoi Kelmendin nga 2 anet, Selc Trojan dhe Trojan Ljepush në drejtim të Vuklit. Është shumë interesant se luftimet në Suk të Mekushit faktikisht hynë në lexen dhe u bën pjesë e kujtesës kolektive të Kelmendit. Kjo e tërhoqi vëmendjen, siç dëgjuam edhe më parë, nga gazetat e huaja, ashtu që korrespondenti i gazetës të njohur londineze The Times, në numrin e 21 korrikut vitit 1911, ndër të tjera shkruan: ishte kjo një mbrojtje e lavdishme, e cila, kur të shkruhet historia e asaj kohe, do të hyjë në radhën e episodeve më të shkëlqyera të historisë moderne. Për këtë betejë me interes është edhe letra oficerit Osman Ethem Pasha, që patëm rast ta dëgjojmë nga parafolësit, që lajmëron portën e lartë dhe ndër tjera thot, vetëm në betejë tek Suka e Mekushit, kemi luftuar 6 orë trup me trup dhe pikërisht këtu pësum humbjen më të madhe. Përveç atyre thot që u vran në front, 95 ushtarë oficir u nxun rrop nga kryengritësit. Mirë po, duhet potencuar se një numër malësorësh ranë heroikisht në këtë betejë. Hylli i dritës, numër 11 i vitit 1932, jep informacion së vrat 8 vetë, por nuk jep emrat. Disa vende tjera zemë se numri është 12, si që kemë në këtë plak. Shfrytëzoj rastin që unë një herë të bregëzoj organizatorin për këtë vepër,
Meset e qelluar dhe lavdiu qoftë të gjithë shqiptarëve e në veçanti malësorëve që lanë jetën për atë. Faleminderit shumë për vëmendjen. Sot kemi nderin që pranesh të kemi një përfaqësues të zgjedhur, i cili me praninë e tij i jep rëndësi të veçantë kësaj ceremonie. Ftoj të marrë fjalën deputetin zotin Bujar Rexha. Urdhëroni zoti deputet. Lufta e Mkushit apo betejë e Mkushit, siç e folën dhe historianët, shënoi fillimin e kryengritjeve të Shqipërisë për liri dhe pavarësi. Bashkë me kryengritjen organizuar nga Det Gjon Luli, betejë e Mkushit ka mbetur jo vetëm në memorien e malësorëve, po në memorien e gjithë shqiptarëve për fillesën, për thirrjen, për kushtrimin e gjithë shqiptarëve për të ngritur për mbrojtjen e trojeve dhe shpalljen e pavarësisë, e cila kulmoi me kryengritje të tjera në gjithë Shqipërinë në shembullin e Malësisë Madhe dhe bën të mundur në Vlorë me 28 nëntor 1912 shpalljen e mëdhësisë së Shqipërisë nga Perëndaria Osmane. Lufta dhe betejë që u bë në këtë kodër ishte një betejë pa barabartë, ishte betejë me zemrat dhe shpirtin liridashës të malësorëve dhe të kelmendaseve kundër perandorisë më të madhe të kohës. Por numrat nuk kanë rëndësi kur luftohet për liri dhe pavarësi. Dhe prandaj ka ngelur në analet historisë fitoria e malësorëve të Kelmendit dhe të Malësisë Madhe kundër pushtuesve otoman. Gjej rastin dhe duhet falenderoj këtu mikun tim avokatin Ervin Tinaj, i cili e bëri të mundur gjithë këtë organizim dhe këtë lapidar kushtuar herojnëve të Mkushit. Ervini është rritur shumë larg Shqipërisë, është rritur në diasporën e Amerikës, por Ervini e ka pasur në zemër Kelmendin, e ka mbajtur në zemër Malësinë, e ka mbajtur në zemër Shqipërinë dhe ju bëj thirrje të gjithëve si Ervini që t'japin shembullin, sepse kemi akoma figura të tjera, kemi akoma dëshmor të pa zbuluar, të cilët kanë dhënë jetën e tyre në mbrojtje të territorit, në mbrojtje të trojeve shqiptare. Ju falenderoj gjithë për vëmendjen dhe ju uroj që t'ja kaloni sa më mirë në këtë aktivitet të jashtëzakonshëm. Faleminderit. Në një kohë kur brezat ndryshojnë shpejt dhe kujtesa rrezikon të humbas në zhurmën e kohës, njerëz të tillë kanë një mision të veçantë, të mbajnë fjalën të gjallë. Me respekt të veçantë, ftoj të marrë fjalën zotin Ali Daci. Në historinë e Kelmendit ka shumë vende që nuk janë thjesht emra në hartë. Ato janë bërë pjesë e kujtesës një populli, janë vende ku toka, shkembi dhe gjaku të rëndve janë shkrirë në një dëshmi të vetme historike. Një prej këtyre vendeve është Suka e Mkushit, në gropat e Sersës, në zemër të Kelmendit. Për orë të tërë, malësorët u përballën me forca ushtarake shumë më të mëdha, duke shfrytzuar pra shkrepat, grykat dhe malet e kësaj treve, e jo shumë herë nuk ka rëndësi shumë të madhe numri ushtarëve apo ushtarakesh në numër, por ka shumë rëndësi strategjia dhe vendi ku zhvillohet betejë. Dhe kjo betejë ka dëshmuar se kelmendësit i kanë ditë të zgjedhin pikat me të thekta edhe me të thetëvishura për të dalë përballë otomanit, i cili dëshironte që ta pushtoj Kelmendin dhe ta shkatroj atë, t'ja hup humanitetin, t'ja hup fen, t'ja hup kombin dhe ta pushtoj siç e kishte pushtuar me sheku i Shqipëri. Jemi krenarë me këta burra që dhanë kontributin jetësor për të mos nënë që të depërtoj armiku aty ku nuk e ka vendin. Unë temën time e kam shkruar dhe e kam titulluar Kështjellarët e Kelmendit që u bën mur përpara hordhive otomane. Një temë të cilën e kam trajtuar për një kohë të gjatë, duke sfiduar e duke shqetëtuar shumë materiale historike që flasin për këtë ngjarje, aq sa dhimbshme, aq edhe krenare. Me kaq unë ju përshëndes dhe ju falenderoj për reflektin që pati. Faleminderit shumë. Ftoj që të marrë fjalën studiuesin, shkrimtarin, historianin e pladhës dhe guxisë, por edhe më gjerë, autori shumë librave, zotin Recep Dedushaj. Në Vuthaj përdoret një thonje kur des dikush a ka vdek pak o krejt. Pak on shtaj që i len djemt, e vajzat mrapa edhe nuk e harronat, si që përndodh me ju sot
mas 100 e kusur vjetë, po i rinjallni këta burra, këta trima, këta herojt kundit shqiptar. E krejt është kur nuk len kur ka, si që kemi rastin me Ali Pash Gucin, që po hekim gazetën mi arrujt emna të rrugës, se le mo diçka tjetër. E dyta, na jemi në Republikën e Kelmendit. Në shumë gazeta, në shumë shkrime, në shumë diplomat të huajt e kanë lënë emrin Republika e Kelmendit. Jo Kelmendi, jo Katuni. Republika e Kelmendit si mas tyne shtrijet prej Shkodrës deri te Pazari i Ri. Bile ka 2-3 katune edhe në Vojvodin. Edhe kësaj deri te Balqina e Luzhës, afër Trobojës dhe në kufi me Shalin. Mrena kësaj republike, shekuj më radhë, parë Turqia këtu heqë, e kanë fitu zërin e vetë, e kanë fitu bindjen e popullit. Dhe kur kanë qenë krahina tjera në rrezik prej pejanmixhve, e kanë pasë mbështetjen në Kelmen. Kur Turqia është kanë ka i numëro ditë të funit, se thonë, kali para se me cofë gjuhë shkel ma shumë. Kur ka qenë ka i numëron ditë të funit, këta e ndalja kanë dhonë edhe do grushta, e kanë dhonë jetën këtu, dhe i kanë tregu se këtu ne e ke gjithë dhe këtu jemi, e këtu do t'jemi sa të egziston bota. Letë thot ku shkadon, hapemi në përbot, po qëri pjesa me ma dhe këtyre po i shoh se kanë arë prej Amerike me ba këtë punë. U përshëndes, u falenderoj në emër të Kelmendit, si historian, po flasë se s'kom drejtë si person, po si historian i kësaj krajine që marë shumë me këtë punë, edhe urime, edhe mos u ndalni, se kështu hini edhe ju në histori, tash ndoshta s'kem nevojë me luftu, po me përsërit, me ruajt dhe me ecë përpara me historinë që e ka lënë të parë tonë. Për të ndryshuar pak atmosferën dhe rrjedhën e folësve, ftoj Zef Turkaj të na interpretoj një vjers. Ky votacioni trim drague. Këto trimale ka bashkue, e në qatë kështecit mi ka quë, e në qatë kështecit kam ban pjekën, kanë lidh besën me bodeken. Nuk i bajmë hysmet hurjetit. Kem lidh besën dërmje vetit. Dum me dek në ventin ton, dum me dek të tanë bashk, 7 tabore kanë në rapsh. Kanë dalë në rapsh e janë afrue, heret luftën kanë fillue, mana shdoka, në kapë aque, 20 rapshan i ka bashkue e në luft këlmenzve muni muhe. Ftoj përsëri para josh zotin Lubiqi Gjerkaj me një këngë kushtuar qëndresës dhe trimërisë së Kelmendit. Fillon me një mendim, por një mendim bëhet vepër vetëm kur pas tij qëndrojnë përkushtimi, puna, sakrifica dhe bashkimi. Sot, në këtë mal, një ide brillante është kthyer në një gur. Një kujtim i rëndësishëm është kthyer në përmendore. Një histori e treguar bespras brezit tani do të ketë edhe një dëshmi që do të qëndrojë këtu për vitet që vinë. Përkujtimorja që do të zbulojmë sot është frut e një nisme që bashkoi njerëz nga vendlindja dhe diaspora. Ajo ngrit për të mos lënë në harres emrat e atyre që dhanë jetën për Kelmendin dhe për Shqipërinë. Dhe ky ndoshta është një prej borxheve më të bukura që mund t'ia paguajnë të kaluarës, ta ruajnë kujtimin e saj për të ardhmen, sepse nesër, kur fëmijët tanë të kalojnë këtu, ata nuk duhet të shohin vetëm një memorial, duhet të shohin një shembull, shembullin e trimërisë, shembullin e besës, shembullin e dashurisë për vendlindjen, shembullin se një popull mund të jetë i vogël në numër, por i madh në qendresë. Tani, ftoj të marrë fjalën
në emër të nismëtarëve dhe organizatorëve të kësaj vepre, zotin Ervin Gjergj Tinaj. Të nderuar përfaqësues të klerit, të nderuar profesor historian, studios, të nderuar përfaqësues të shtetit, të nderuar pasardhës e tashmorëve, vllazën e motra, shok, miq, dashamir, bashkëvenas dhe bashkomas. Mirë se ju ka pranu Zoti në sukën e Kushit. Vllezën e motra, Adheu nuk ka nevojë që na mu krenerua me ta. Ata ka nevojë për njerëz kombëtar që me punua për ta. Këto janë fjalët e Hasan Prishtinës. Sot po të zbulojmë jo vetëm një përmendore, po ja kthejmë zanin një vendi që ka fol me shekuj, me shkam, me borë, me kujtesë dhe me gjak. Po ja kthejmë emrin një betejë, po ja kthejmë ftyrën një sakraficë, po ja kthejmë kelmenin një faqet bardhë, që zdruhet me met në pluhin e harres. Trashëgimia është palca e komit, kujtesa është tapia e shqiptarit. Pa kujtes nuk ka dhe, pa trashëgimi s'ka kujtes. Kelmeni nuk është mësua me nënshtrim, nuk e pranoi robnin si fat. Me 6 prill 1919, flamuri shqiptar u ngrit në Deqiqin legjendar nga flamurtari Dexhelluli. 19 ditë më vonë, me 25 prill, aty sipër, në ato male, në ato shkrepa, lufta më rrini këto, në sukën e Mkushit. Këta burra që i luftuen e ran, nuk i morin ato grada në zyre. I fituen me prova në flak barotit. Triumfin nuk e shpallën vetë, e lanë historinë si dëshmi. Pesimizmi i vllazën e motra s'ka fitua kur një betejë. Ceki edhe profesor të dushaj, këtu më shumë lufton vendi se kelmeni. Po, e vërtet është se vendi nuk lufton pa njerëz. Shkami nuk e merr vetë pushkën, bora nuk e lidh vetë besën, mali nuk e derdh vetë gjakun. Vendi lufton kur bitë vetë e duen çdo plan dhe vendosin në nshtrimin sa është ma një mundësi. Kjo nuk është vetëm histori burrash, gratë tesnike, bujare, heroina, si Gjelin Gjokja dhe Metari Lucja, që ndrojnë gratë që i qunë armë, boke ujë në balë frontit atje. Dhimjet nuk e mohoj e ngritën si amanet. Sot nërtojmë trimni që ra, por edhe nana që i rriti. Nërtojmë gjakun e devën, por edhe lotën që nuk u pa. Sot historia nuk është veç numra, vllezën e motra lavdia ka emën. Trimnia e kelmenit e ka emrin, 12 plisa në flamur, çka kujtohet jeton. Zoti i pas të ndrit tanta trima e burra, Zoti i bekov familjet e tyre. Zoti i bekov secën, kelmenin, malsinë e madhe dhe gjithë shqiptarët, dhe gjithë ata që kanë derdhë gjak për këtë tokë, se me çrmua pak në këtë tokë, vllazën e motra, ajo është e lame me gjak. Dhe gjaku i parëve na mohën. Partë na kanë shtinë bërç. Kjo të mallkua ai birë që e mohën vërtetën, kjo të mallkua ai birë që e thot pa vërtetën e shpifjet kundra tyne. Ju faleminderit, di se o kena majtë të ndjell pak shumë, po edhe për na i gabim me këto, ju lutem kërkoj falje se jam e shpi, kam i këtë djeq, po besoj se na i gabim vogël janë drejgo. Lavdi komit, lavdi shqiptarve, faleminderit për jush. Pas 115 vjetësh, emrat e luftëtarëve të sukës së Mkushit po skaliten në gur. Pikërisht në vendin ku ata luftuan dhe dhanë jetën. Ky gur do të qëndroj këtu për më shumë edhe kur mos jemi ne. Do të qëndroj në shi, në diell, në borë, në dritën e verës. Dhe çdo ditë do të thot brezave që vinë, këtu ishin ata, këtu qëndruan ata dhe këtu ran ata. Dhe këtu fillon kujtesa jonë.
Tani të gjithë së bashku do të ngrihemi sepse në këtë momente do të ftoj Ervin Tinaj dhe Florida Peraj që të zbulojnë përmendoren. Ashtu në këtë momente ftoj disa nga fëmijët e grupit Jehona e Kelmendit që të sjellin edhe kurorat. Me një duar trokitje për voglushët sepse e meritojnë. Do të kujtojmë edhe emrat e 12 dëshmorëve të Kelmendit, emrat e të cilëve janë të përjetësuar tashmë në këtë memorial. Ju lutem që të ruajmë heshtjen, ndërsa lexohen emrat e tyre. Prek Mark Rudi, Nik Marash Ujka, Mirash Shyta Bujaj, Gjek Prek Tinaj, Zek Prek Tinaj, Voc Gjoni, Pjetër Gjon Rapuka, Kolec Luku, Gjon Marash Këku, Dak Nik Bogdani, Kol Toma, Kol Lek Bori, i cili ra dëshmor në vitin 1912 në prek të Matës. Lavdi jetës dhe veprës së tyre, lavdi të gjithë dëshmorëve të Kelmendit. Luftëtarët Kelmendas në drejtimin e Luce Mark Gjeloshit, Uc Turkut dhe Mara Shpalit u përballën me trimëri kundër forcave osmane. Ata luftuan trup me trup. Ata nuk e lshuan tokën, ata mbrojtën familjet dhe shtëpitë e tyre. Dhe në këtë histori nuk qëndrojnë vetëm burrat. Qëndrojnë edhe gratë e Kelmendit, të cilat në ditët më të vështira dëshmuan se trimëria nuk ka vetëm një fytyrë. Këta burra dhe këto gra na lanë një amanet që nuk është i shkruar vetëm në burr, është i shkruar në kujtesën tonë. Ceremonia vazhdon me këngë shqiptare, sepse pas heshtjes vjen kënga. Sot Kelmendi nuk është vetëm, me ne janë vëllezërit dhe motrat tonë nga Rugova, të cilët kanë ardhur për të ndarë me ne këtë ditë kujtese. Në shenjë respekti dhe vëllëzërie, ftoj para jush Zotin Shaban Demaj, përfaqësues i shoqatës Rugova, me një këngë kushtruar trimërisë dhe atdheut. E mirëpresim. Kush është kret pushkeni pari, sukt me kushit maras pali, ushu primi malen malut marcelo shqiprim se janë. Kush e flesnoj luftën Kelmendit, ustur kur ti e venit, kush ja frel hopin një zamit basoni shpi organizatorëve, falenderojmë të gjithë folësit dhe interpretuesit, përfaqësuesit e institucioneve, studiuesit, historianët, shoqatat e pranishme, familjet e dëshmorëve, mjeshtrit që punuan memorialin, mbështetësit nga vendlindja dhe diaspora, median, si edhe secilin prej jush që na nderoi me praninë e vet. Një falënderim i veçantë shkon për të gjithë ata që udhëtuan nga larg për të qenë sot këtu. Zoti i bekoft familjet shqiptare, Zoti e bekoft Kelmendin, Zoti e bekoft Shqipërinë dhe të gjitha trojet. Për komb, për Zot e për atë. Ceremoninë e mbyllim këtu. Faleminderit për praninë tuaj. Zoti ju bekoft e paqen e bardhë.
Nga gjithë dëshmorët që janë këtu, cili ka lidhje me familjen tënde? Prek Mark Bludi. Agja i Zyshit ma shton që ka marrë pjesën këtë luftë bashkë me gjithë këta burra dhe unë jem shumë krenar që jam sot këto, që marrë pjesë në këtë eveniment të mrekullueshëm, ku këta burra kanë dhënë jetën e kanë mbetë dëshmorë për këtë tokë, e ku do t'i falenderoj edhe familjen e Gjergj Frantinaj, po ruajnë dhe po trashëgojnë brezave këta dëshmorë, edhe kanë bërë një monument shumë të madh, shumë bukur dhe shumë të rëndësishëm. Pas aktivitetit të inaugurimit të memorialit kushtuar betejës në Suka të Mkushit, por anë heroikisht 12 kelmendes, miqtë e ftuar udhëtuan pa kilometra më tutje për në Lepush, pranë bujtinës Pepushaj, ku familja Tinaj tregoi edhe një herë bujarinë e madhe që e karakterizon. Edhe aty miqtë morën fjalën, theksuar rëndësinë e memorialit, por edhe faktin se në këtë shembull të përjetësimeve të fakteve historike të lëna në hares, mund të punojnë edhe të tjerë që brezi i ri ta njohë të kaluar në këtë vendi dhe të kuptojë se përse duhet ta dojë e ta zhvillojë atë, dhe sakrifica e bërë të mos shkojë dëm, por të shërbejë si frymëzim për ta dashurat dheun. Këto raste janë edhe përmalluese, po janë edhe raste shumë domethënëse faleminderëse shumë janë për arsye se personat që kanë shkuar në Amerikë dhe na kanë menuar se nuk kthehen më ose nuk e kthejnë kryt ne ka vendindjet, ta faktikisht ne kanë befasuar për të mirë, sepse kthehen dhe investojnë, kthehen dhe ne japin kurajo që duhet të kujtesën historike ta kemi të gjallë. Në pjesa intelektuale mundohemi që këto të shkruajnë në letra dhe të lexojnë brezat e ri. Dhe besoj që na deri ku e kemi rolin për jo abstraktuar. Sepse historia shqiptare në Shqipëri si Kosovë i ka të ngjarje për jo aq shumë, duhet bëjë më tepër, duhet bëjmë reforma edhe më tepër. Ata të cilët e kanë dhënë jetën more, kanë dhënë jetën me familje. Me babe, me nane, me vlla, kanë dalë me të fërde me këmesa me mbrojt atë dheun. E nasët, me politikë që kemi shumë dot, si në Kosovë, si në Shqipëri, malëzi më slasit që është për to, sot bëjmë pazare të ndryshme, edhe ndër balkanike, edhe nështë më të lartë, edhe në zeti me gjithë kemë. Për me pas një jetë nështë dikush më luksos. Dhe falenderoj shumë këta që na mbajnë gjallë, mërkëtarë. Ashtë dhe i login atje në hyrjet Kelmenit, logina Vugelnikqit. Në emën të asaj logine kam nderin sot të falenderoj familjen Gjergj Frantinaj për një përmendore që ishte dash vite më parë më vu aty. Për ata burra të Selcës edhe të Vugelnikqit që dhan jetën për me mbrojt të troje në ato kohë shumë të vështira, për me ruajt fen, identitetin, nuk e lëshuan kur vatanin. Ervin Tinës ka më rastin me i ruat të natë mirat e Zotit. Për këtë vlerë të madhe që i nep Kelmenit, për këta burra që i rinjallë edhe i herë, sepse nuk ka gjama të keqe, lavdin me mulua pruhi i Harresës, Ervin Tina ja hoqi pluhin e Harresës, i nxalli burrat dhe i përjetësoj në përjetësi, sepse i kanë përjetësua vetën e tyre me veprën e tyre. Orimet vërtonta nga lugina Vugelnikqit Ervin Tinaj, Zotit Bekov dhe të nalëcuft. Aty në i lëmë pushka, i urnof nami e u përjetësofshin gjithmonë e jetë. Neve në mbetet që gjithmonë t'i kujtojmë, t'i nderojmë, e familjen Tinaj t'a respektojmë e t'i dëshirojmë çdo të mirë në jetë. Kelmendi nuk e gjerë qëtësin, derisa në pjedestal nuk e ve prekcalin. A ditë
që do të përjetësoni shtatorin e ti në Kelmend, ku të qoftë, atëhere Kelmendi ka me qenë faqe bardhë dhe faqe ndytur për jetë në notë. Diasporës shqiptari po i thirrje që sot, që të bashkoj forcat që tregtalin ta ngrisë në kam ashtu siç ka qenë një 2 metra e 15 centimetra për vit. E thirrofshi Zoti për të mirë gjithmonë na bashkoft, e gjithmonë të mirë o takofshim e festofshim së bashku. Për ata që së më njohin, jam Anton Lajçaj, jam prej Rafshë Hutit. Vajza e Prekcalit është gjyshja eme, do me thënë babem ka kënë bashkënipi i Prekcalit. Kam nerë dhe kënaqësi që jam këtu sot. Unë jam këtu sot, jo vetëm për këtë ftesë, çdo herë që shkelin majësit male, unë nuk mundi po ardhë me vizitua këtë vend. Jo konkretisht këtu, po të paktën të me dalë në Vermosh. Aty ku gjakun, i pjesë e gjakut tem, e në trupin tem, do më thënë ka rrjellë prej familjes Prekcalit. Disa muj ma parë, miku im shumë i nderuar. Unë kisha ma dasht me pas të hotë, vërtet është Kelmenës, Ervintina, e më lejoni se du me i thënë 2-3 fjallë për këtë burë. Unë kam kalua shumë vite në Malësit madhe. Jam lindë në Podgoricë, jam rritën në hotë për te i kufinit fatkesisht, por jam shqiptari Shqipnisë etnike, fatkesisht, jo kësaj administrative, por Shqipnisë etnike dhe ashtu do metër. Por Ervinim ka ba një përshtypje jashtëzakonisht male, që në momentin kur e kam njoft disa vite më parë, edhe jo që na ka bashkua ma shumë, është sepse Prekcali ka pas misi me familjen e tyne, dhe kaza e qenshës Prekcalit po ashtu na ka bashkua. Do vetëm t'ju them 2-3 fjalë që Kelmendi ka nderë ta kenë një djalë të tillë, sepse të shkosh në moshë aq të re dhe të kenë kaq dashuri dhe pasion për këtë vend, është me të vërtetë krenari dhe është fat. Shpresoj e besoj se Ervini dhe si Ervini do të ketë edhe qindra tjerë malësor në përgjithësi edhe Kelmenës në veçanti. Mendoj se Kelmeni është fisi ose raca ma e pastër e kombit shqiptar në gjitha kohëre. Kjo vepër që familja Gjerstinaj ka bam për me rinjall edhe njëherë veprimtarin atyre herojve dhe heroinave që ka lënë jetën për këtë tokë, është për çdo leftat. Unë e di se ka ekzistua atje një lapidar edhe ma parë, por ashtu sikur se dhe lullet duhet t'i vadisim her pas heret, për t'i bajt njoma, ashtu ka veprua edhe familja Gjestinaj për me rinjall, me rifreskua, sepse është një dam i madh në qovë se neve nuk i vlerësojmë dhe nuk i respektojmë gjakun e të parve tonë që kanë dekë për këtë tokë. Unë jetojnë me që kanë dhe këtë familje njofë shumë mirë. Kjo familje është jashtëzakonisht shembull i pakrahasueshëm tek shqiptarët me komunitetin tonë. Unë merrem me aktivitete atje, përveç profesionit që jam doktor i shkencave matematikore, gjithësisht profesor. Merrem me aktivitete kombëtare, por në çdo rast, në çdo aktivitet që neve i trokasim kësaj familje, ata janë të gatshëm të japin kontributin. Për çka me të vërtetë u jem mirënjohës dhe ju jeni krenar që i keni Kelmendës, por dhe neve jemi krenar që i kemi bashkë malësor dhe i kemi bashkë shqiptar. Neve duam të ndihmojmë aq sa mundemi. Jo të marrim flamurin se kush po bën tek po bën. Ajo që ka rëndësi është që kulla e Prekcalit do ndërtohet në tokën e tina, në themelet e tina, në Kelmendin legjendar, dhe ajo kull do t'jetë derë dhe shtëpi për gjithë shqiptarit prej gado që vinë. Dhe ajo kull shpesojmë e besojmë se shumë shpejt do të ndërtohet dhe do të jetë muze ku shqiptarët dhe të huaj do të dinë të vërtetën dhe do të njohin të vërtetën e skaluarës, jo vetëm për Prekcalin, për gjithë Kelmenin dhe Malësinë e Madhe.
Dhe do t'ja plotësojmë amanetin që prek cali para se vdes thot, djemt e mi do t'jenë kullat e mia. Dhe neve nuk mund të lejojnë që ato kulla ta kenë kulmin për tokë. Neve duhet aty në kullave të ngrisim kulmin dhe të qëndrojnë krenare ashtu si vetë prekcali bashkë me gjithë bashkëliftarët të kanë qenë dhe kanë qëndrua deri në momentin e fundit. Në Shqipëria etnike. Faleminderit. Kam pas nderin ta një Ervinin përpara një kohe në Amerikë kur unë kam qenë në një vizitë, më kanë pritur, më kanë respektuar dhe kur më ftoi për të ardhur, i thash po do vi bashkë me fëmijët sepse unë e dashuroj, e adhuroj dhe e dua Malsin. Pavarësisht se unë jam nga jugu i Shqipërisë, unë shpirtin e kam këtu dhe për çdo gjë që kanë malsorët unë jam gjithmonë e prirur që t'i ndihmoj, t'i mbështes, për arsye sepse kanë mbujtur shumë edhe në regjimin Osman, kanë mbujtur shumë edhe në epokën komuniste dhe ka ardhur moment që e thanë dhe parafolësit që ne nuk duhet ta braktisim vendin tonë. Ne duhet me patjetër që nga halli kemi emigruar, por sot duhet punojmë që gjithë këto zona të bukura t'i bëjmë vende ku të vinë turistët e huaj, me këtë popull të mrekullueshëm, me këtë ushqim të mrekullueshëm. Ju mund të mbani jo vetëm veten tuaj, por edhe fëmijët që u kanë ikur për të ardhur këtu. Dhe ne duhet punojmë të gjithë bashku. Dhe dua ta falenderoj edhe për plakatën për kujtimor. Unë doja të thoja dy fjalë për kryengritjen e 111 me që unë jam studiuse dhe e njoh këtë periudhë. Në fakt është kryengritja e parë anti-osmane e cila pati si synim pavarësinë e Shqipërisë. Dhe kryengritja e 111-12 ishin pararence, ishin ato të cilat sollën më pas edhe atë pavarësinë që u bën 112-ën, pavarësisht se ne ishim pak vonë, sepse vendet fqinje kishin kriju shtetet dhe tashmë kërkonin na merrin territoret, ne arritëm që t'i bëshim faktor për t'i treguar botës që për tokat tona ka Zot. Atëherë unë për ta mbyllur doja të thoja që u dua shumë, Zoti ju bekoft. Sa herë që të vi këtu dua të shoh edhe më mirë se veten. Për çdo gjë që të ketë nevojë Malsia, unë do të jem këtu gjithmonë për ju, pa absolutisht asnjë kusht. Ju dua shumë. Faleminderit shumë. Faleminderit, shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Bani përshtypje emrat e të gjitha tyne që ju përkujton. Ato janë emrat e artë, që me gjakun e tyne, e familjet e tyne, kanë dëshmu se jeni një fis kreshnikësh. Sot ka kalova, u mallgjeva për një arsye. Më kujtunen ato gratë Krimnesha, kur zbriqin prej malesh në taborët e turqëve otoman për me marrë armët dhe nuk ishin frikë të përbaloshin me të keqen, vetëm për me mbrojt drejtat tona si shqiptarë. Janë emra familjeve të nërituna, që ditën me përbalu vështërsi që ne hasëm. Ditën me përbalu të keqen, ditën me përbalu ato momente të trishta që Kelmendi ka kalu. Ne e dim shumë mirë që Kelmendi ka përbalu ushtrit otomane, po mos të harrojnë se Kelmendi në gryp të vukullit
nuk e ka paranu të patë në zonë. Me në krye dajen tuj ka ditë me qëndru. Pse po e them këtë? Nëzitun do e pa, do të pa ty, nduke se me kënë t'i pa prekcalin. Unë jam kënë fëmi dhe unë vej prej shëndijet. Vej prej një familje të përsekutume, vej një po familje që s'kemi pas të drejtën tonë, po gjyshe e më ka thënë, është rrit me Dom Rezadenj, të lumin Dom Rezadenja. Për mi u kujtu malësorve, me falni, më thoshte biro, Dom Vilum ka vdek. Ka vdek me një trim për i malësie, thot, i gjatë, me 12 burra, të thanë një fjallë. Rënoft Krishti mreth, rënoft Shqipnia. Edhe këtene në duhet të harrojnë. I përjeqëm kjo kujtimi të një. Është shumë e vërtet se familja e Zjeshtësina i ka investua në ndërtimin e lapidarit dhe gjitha shpenzimet i ka bolua kjo familje. Por, duar arti, ai që ka mjeshtrua, ai që ka glend, ai që ka ba aq bukur që neve e kem pa edhe më të vërtet, është për çdo levdat, është një bashkëvllai joni, me origin nga Elbasani, dhe kjo është skulptori njohur Fiqeri Kasa. Jashtëzakonisht artë dhe shpresoj e besoj që ellentarmen durtua vetëm artë dokumendin. Pashfaqen e parë, kjo pun ka bashkua shqiptarët, ka bashkua Malësinë e Madhe. Në këtë sofër dhe aty prezent sot ka kënë një numër jashtëzakonisht i madh nga Malësia e Madhe për te kufinit, për mrena kufinit etnik. Mirë se keni ardhur te dajat e babës, edhe faleminderit për gjithë. Klerikt përmeshtarët qofshin besimit katolik, ortodoks dhe islam kanë qenë bashkëluftarët e ruajtjes gjuhës, ruajtjes komit, ruajtjes besimit dhe na kanë drejtua që neve të vazhdojmë në besim me Zotin. Pata neve nuk kemi pas as mundësi të ruajmë identitetin tonë. Ju falenderojmë, shpresojmë e besojmë që puna juaj do të vlerësohet ashtu si ju vërtetja përkushtoni jetën tuaj. Dua me përshëndet edhe një nënë të jashtëzakonshme, e kjo është Liza. Për këmosha është 83 ose 4 vjet, shumë e pa duket sa 25, me falenderoj jashtëzakonisht shumë. Arsyeja sepse mua më rastis me shkuan këtë familje më mysafir disa herë. Dhe jo vetëm se kom marrë ka 2-3 me vjetin, po i kam gjetur ka 3-4 aty mëre. Dhe kjo ju qëndronë në kam, duke ju shërbyet, duke i prit, ashtu si ka jeve të malësore. Faleminderit, pashpasën e bardh, i e krenarë dhe i lumëtun që ke lind djem si Ervinin, Plumin e Levatën. Këtu në mesin tonë që këta po ashtu janë me origin nga mbi Shkodra dhe nga në Shkodra. Fjala është për Aleksandr Laçaj, është i bashkëpunëtor dhe një adhetar i shquar që në ndihmon për realizimin e projekteve për të mirë të Malësisë së Madhe, së bashku me bashortën Malinda Laçaj, deri që sot ta njoftoj dhe ta takoj fizikisht kryeplakun e Vërmoshit, zotni Pregushaj. Vërtet ishte një kënaqësi që ju njoha dhe shpresoj që ellentarmen bashkëpunimi për çdo projekt që ka të bëjë me Kelmenin, do jemi në bashkëpunim dhe do arrijm projekte të realizohen sa më mirë për të mirë të komunitetit dhe të Kelmenit. Dhe çështja mitore është më e reja dhe më të mirë, Florida Peraj, që është administratorja e Kelmenit. Është në silën që ju kemi këtu, faleminderit shumë dhe shpresoj besoj që juve vazhdoni një punë. Sot keni filluar ose këtë vit si administratore, por në të ardhmen pas të shoh si deputete. Ashtë për zakonit që kur jepet dora të shtëpisë, e kem zakon dhe me këmëllan kur gja. Ashtë i shenë, të gjitha janë një kujtuar për të malë e zdatë të familje zërshore e kësaj ditë malë e jashtrof zoti e shtrof në gzime zërmore.